vjetori Enver Hoxhës, është bërë një festë të çmendur. Ja shikoni. Pikërisht pra, këto imazhe që pat vinë nga vila Enver Hoxhës në blok këtu në Tiranë, dhe këto janë festime që bëhen në vilën e Enver Hoxhës, pra të diktatorit Enver Hoxha, dhe janë festa por avoir prêché le diable. Satanike. Janë satanike, po pra, por avoir prêché le diable. Dhe në një farë mënyrë është adhurimi i djallit. Adhurimi i djallit. Dhe i bëjnë të vilën e Enverit. Duhet thënë që kjo vilë, me vendim qeverie, është dhënë një kompanie franceze për të bërë evente artistike. Po, dhe në këtë muaj që jemi në këtë muaj fushate, vila do t'jetë hapur për spaku 4-5 orë, që sidomos të rinë, po dhe njerëz të ndryshëm të shkojnë për të vizituar. Për spaku, në? Spaku. Po sqaroj Allah si tërë me njerëz. Spaku. Bravo. Sqaroj Allah si tërë me njerëz. Dhe shkojnë ta vizitojnë. Të rinë të shkojnë ta vizitojnë apo turistët se mënyrën se si dhe ku jetonte ish diktatori. Tani le të futemi direkt pa humbur kohë, sonte jemi live, ora është 21:08 minuta dhe fjalën e merr direkt Gjergj Stefa Zoja Zotrin që ka bërë këtë sondazh dhe na shpjegoi pak metodologjinë e sondazhit, si është bërë, për sa ditë ka qenë i hapur, sa njerëz kanë votuar, etj, detaje që do na shpjegoj Gjergj, dhe pastaj me të ftuarit e mi Ilir Kulla, Marsit Gupi dhe Flogert Muça, ne do të stojmë në studio, do komentojmë pikërisht të shifra. Ja, pra, kush i fiton zgjedhjet? Sondazhi Sonketa në bashkëpunim me Zonë e Lirë. Para se të na thuash kush i fiton zgjedhjet dhe Ledio do i nxjerrë tani, po na thuaj fillimisht ky sondazh, para se nxjerrim rezultatet Ledio, na thuaj Gjergj shkurtimisht fare Gjergj, pa humbur kohë, këto detaje që sapo thashëm. Okej, për te faktit që në përgjithësi sondazhet janë gjithmonë të kontestuara dhe ka vetëm një mënyrë për t'i besuar atyre rezultatit përfundimtar, është i vetmi që i shpëton ose jo ata. Mënyra që ne kemi vendosur të përdorim është American Style, pra një sistem amerikan sondimi. Prej kohësh amerikanët nuk bëjnë më sondazhe face to face dhe nuk bëjnë më sondazhe telefonike. Sidomos kur duan të bëjnë për vende dhe për qarqe të vogla siç është Shqipëria. Pra pe marrim Shqipërinë një qark në United States, Shtetet e Bashkuara. Në bashkëpunim me Metën, ku Meta ka Facebookun dhe Instagramin në pronësi, sondazhet Meta se ke fjalën për Ilir Metën, e ke fjalën për Zuckerbergun. Po dhe Ilir Meta ka dhënë interesante sondazh, po do t'i themi më vonë. Në bashkëpunim me Metën, Donald Trumpi fitoi zgjedhjet e para elektorale, sepse sondazhet që ai bëri ishin shumë healthy, nuk ishin zhurmë, nuk i merrte njerëzit telefon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe votuesit e tij përgjigjeshin sondazhin në mënyrë të shëndetshme. Sondazhi pas kërkesave që ne i bëjmë Metës, shkon tek gjithë kategoritë e njerëzve. Po i Facebookut më lutem. Facebook, do ngatrojnë dy njerëz. Ose Instagramit. Facebook, Instagram, Thread e tjerë. Edhe Thread, po. Edhe Thread, patjetër. Shkon tek njerëzit në një mënyrë shumë të shëndetshme, ndërkohë që ti je duke lexuar për shembull një artikull, politik ose jo, në mes të tij në link të shfaqet a doni ta plotësoni këtë sondazh. Dhe shumë njerëz e bëjnë në mënyrë të pavullnetshme dhe të pandërgjeshme. Dhe pa frikë. Dhe minimalisht pa frikë. Pa identifikuar. Imagjino nëse dikush të merr në telefon dhe thotë po të marr bla 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 xhap. Thotë ti direkt intimidohesh. Normal, po. Është normale. Nga ana tjetër, Facebooku të ndihmon shumë për të përcaktuar kampionin. Nëse ti kërkon Facebookut moshat e caktuara të jenë të shpërndara në mënyrë të njëjtë. Pra e thënë me pak fjalë, nëse ti kërkon të sondosh 1000 veta, nga të cilët 250 janë mbi 18, 250, 30, 40 e tjerë, ti kërkon të jenë në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë, siç kemi bërë në rastin konkret ku 90% janë në Shqipëri dhe 10% janë jashtë Shqipërisë, në fund sondimi rezulton të jetë i kampion shumë i mirë dhe rezultati kam frikë që do të jetë afër së vërtetës. Por, ka gjithmonë një por, ajo çka do të shfaqim sot nuk është të thënë që të jetë përfundimtare, në realitetin ton lokal gjërat ndryshojnë ditë pas dite. Po jo, po pikërisht për që mos lodhesh. Unë e thash, ky sondazh është vetëm për sot. Po pra, për këtë javë. Për këtë javë. Ka votuar këtë javë që sapo ka. Pra, të premten tjetër mund të ne do kemi surpriza të vogla, por përcaktuese në gjën e madhe politike. Do shohim, që mos i paragjykojmë. Po, është e vërtetë.
në sondazh... Sa vetë kanë votuar, nuk e dia kanë pyetje të shtuarit, po jo, po, filloj unë. Në sondazhin popullor, pra, fillimisht sondazhi ka qenë a do të votoni apo jo në zgjedhje. Kjo është aja, nga kjo një çdo sondazh. Dhe më rezulton që 68% e njerëzve thonë po do votojmë. 68%. 68%. Po çfarë ndodh? Kur ti shikon ato çfarë thot KQZ-ja, shikon që votojnë 45 apo 50%. Në të vërtetë, realisht në pothuajse të gjithë zgjedhjet në Shqipëri, votojnë minimalisht 68% e njerëzve që janë për momentin aktiv, që jetojnë këtu. Qartë. Në këtë shifër është futur dhe një 10% nga diaspora. Ja, nxori Ledi, a do votojnë në zgjedhje? Pra, kemi akoma 21% që janë të pavendosur, që është normale, 11% në mënyrë kategorike. Pra dhe njerë, kur themi 68% e njerëzve do votojnë, nuk themi 68% të registruarve. Ledi, ma regulon që titullin tani ka shenë atje, se na prishat të... Por... Nuk e ti s'do e bësh. Por... Mirë është, në base ullë pak më qikë më poshtë, që se mundesh, e. Ise nuk prishtë në një gjë, jo, po hajtë varja. Aktiv. Për këtë vit për herë të parë... Po këta ta votuesit tanë kushën. Këta që kam këta janë akoma nuk e di. Akoma nuk e di, janë pavendosur. Janë pavendosur. Ata do vinë shtithem unë, në fund. Me zi i kam shtetë. Influenca dhe lobimi. Tani do përballesh me partit politike që do të telefonojnë për këta njerëz. Fushata është shumë e egër. Jemi dakord, në studio kam 10, kam ja 20 brapa pas kujnda. Tani çfarë ndodh? Teorikisht janë regjistruar Floger 220.000 njerëz janë regjistruar nga diaspora, por edhe nga këta pretendojnë të votojnë 68%. Pra trendi vazhdon të ruhet njësoj. Dhe shuma e përftuar prej afro 180.000 njerëzve nga diaspora, në fund nuk do shkojnë më shumë se 9% e shumës totale të votuesve. Tani, do e bëjmë kështu, me që ti e fillove me pikërisht me fillimin. Nëse ka pyetje. Jo. Ri mirë të kjo dhe pasaj vazhdojmë me pyetje tjera. Pra, ri mirë të pjesëmarrja. 60% thanë po, sa thanë jo Ledion, mos na ikë. Në kategorike 11%. 11%. Okej. Dhe nuk e di. 1% nuk e di. Nuk e di akoma. Atëre Kulla, fillon Kulla i pari. Kulla një koment për këto shifrat, lutem. Si duken? Nëse 20, shifrat janë reale, nëse 21% që është ajo pjesa gri e pavendosur, është akoma një hapësirë shumë e madhe për të ndryshuar edhe... Ti mendon që mund të ndryshoj deri në 11 maj? Sepse sistemi jonë zgjedhor, pjesën gri që është e pavendosur, e ka shumë të rëndësishme, sepse ne kemi 12 qarqe, pra vota është ndarë në 12 tesa. Dhe në qarqet caktuara, është parë në gjitha zgjedhjet, deputeti fundit, sidomos qarqet me numër tek, sepse ne kemi 12 zona, pra kemi zonën 1, zonën 3, zonën 5, zonën 7, zonën 9, zonën 11, që kemi deputet tek. Deputeti tek zakonisht humbet ose fitohet me pak vota. Kështu që ky 21% që është shumë i rëndësishëm sepse është pjesa e pavendosur deri në minutën e fundit. Bukur. Çan, ajo që më bën përshtypje tek shifra e përqindjes pjesëmarrjes në zgjedhje, është e saktë si shifër, përkon me të shkuarën, por duhet të sqarojmë vetëm diçka që për shembull Gjergj ka qarqe që kalojnë edhe 80% pjesëmarrjen, se kjo është një mesatare aritmetike. Ka dhe qarqe si Vlora që nuk shkojnë më shumë se 27%. E kam shënuar, po, është Vlora. Vlora është qarku më i ulët. Bazohet në përgjithësi na tregojnë që ka nivel të ulët votuesish. Ajo që do bëj diferencën se te 21% që besoj se është edhe diaspora, e tham. 21% e 10% që diaspora. Po, s'ka si, po është dhe diaspora. Po, se kur dëgjon 21%, 10%. Ajo që është e rëndësishme të kuptojmë pastaj është se sa kanë punuar partit politike në qarqet saktuara me votën e diasporës. Nga përvoja 21% që vetëm 4-5% e tyre shkojnë vot, pjesa tyre shkojnë jo. Nga 21% që i pavendosurve, 70% dhe 21% prapa i 5% që në realitet saktuar, në qarqet saktuara... Prodhon minimalisht një mandat. Bukur. Mund ta ngrejë se ta ullë të kalojnë, që të ecim. Pyetja është kjo. Japim që i rritëm e kohë, që më sërinë. Në qoftë se për publikun më shumë, edhe për ne patjetër se për vazhdimin e diskutimit, për këtë sondazh, sa përgjigje janë marrë? Pra, sa ka qenë numri i të pyeturve, le të them? Po, për pyetjen e parë, a do të votoni në zgjedhje, janë marrë diku me qenë se është shumë e thjeshtë, bam, pra është një gjë që algoritmi e bën shumë thjeshtë. Po jo, janë marrë, është anketë e thjeshtë, diku te 9.000 veta. Por, me qenë të se sistemi ka pasur që në qoftë se ke po vazhdon, dhe në qoftë se ke jo apo nuk e di nuk vazhdon, për pyetjen e dytë që këtë do votoni sot për kryeministër, që prapë është një ankete, 68% që janë diku te 6.800 veta që kanë votuar deri tani. Okej, pra është një kampion mos i mjaftueshëm për të marrë një i egzageruar madje. Do të kuptojmë një gjë, kur kalon 1.000, 1.500, 2.000, torta e përqindjeve ndryshon shumë pak. Por ne bëjmë të gjithë thjesht edhe për të testuar goditemi apo jo.
Pra, na godasin sondazhin apo jo, sepse algoritmi ndonjëherë goditet nga të papërgjeshëm, apo parti që mendojnë që duke goditur sondazhin mund t'i japin vlera vetes. Ndërkohë, për mandatet, për 12 mandatet, kemi sonduar pothuajse 1000 njerëz në çdo qark. Që kjo është pothuajse mjaftueshme për ta gjerë deri diku rezultatin. Për mandatet në 12 qarqe duhet të. Po, nga 1000 në çdo qark. Por votimi vazhdon, do të votoj javë pas jave, do të shohim çfarë do ndodhi sepse ka shumë pikpyetje të vogla, sa do na duan dhe votues të tjerë, apo mos ndoshta edhe një ditë votues që mund të ndryshojnë mendje, sepse ne nuk e dim ku shkon linki. Fshata sprinti sapo ka filluar. Pra, nuk është se këta të 1000 nuk do votojnë më, këta mund të votojnë sërish. Na duheshin 2 kamera nga ana tjetër edhe nga ana e Kullës dhe po e di pra di ti kisha ul Kullën nga ana tjetër unë paktën. Ska të ul pastaj. Unë jam i qartë Çano me mënyrën e kampionimit, me metodologjinë, me kampionin. Unë desha të bëj një koment në lidhje me ata votues të cilët nuk janë të qartë, pra nuk e di, që kanë dhënë përgjigje nuk e di. Që janë 21%. Janë 21%. I jepi më. Po të vëmë re tek partitë opozitare, kemi një fragmentarizim të ish Partisë Demokratike, e cila është ndarë në disa parti. Pra është Partia Demokratike me kryetar zotin Berisha, është Partia Gronshejajt me kryetar zotin Shejaj pra Mundësia, Partia Lulbashës, e cila është koalicioni Euroatlantik. Pra do më thënë, unë vej re, në ato që kam dhënë të dhëna, po dhe nga ato që dëgjova nga Gjergji. Po është dhe Gronshejaj? Po, pra po, përmend e thash. Gjithashtu dhe Partia Lapa që është diku te populizmi djathtë. Po, qartë. Pra kemi një si themi një paqartësi të votuesit të djathtë, i cili nuk di midis alternativave të djathta, cila ti mendon pra ty dyshon? Po unë mendoj, po kjo ai 21% që është votë djathtë. Mund të ka ndodhur 3 ditë e fundit. Mendoj unë dhe jep do përgjigje më së Dhe është për shkak sepse duke pasur gjithë alternativat djathta, është i paqartë për të vënë diferencë në 3 ditët e fundit në 3 ditët e fundit të këtij fillim sondazhi, ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Unë në fillimisht nuk e kuptova sepse unë nuk merrem me komente politike, studioj vetëm të dhënat që më vinë. Po gjithçka është politika më. Pa diskutim. Disa nga ministret dhe ministrat filluan duke ngritur një tezë, mos shkoni të votoni. Kjo gjëja filloi befas të reflektojnë në sondazh 3 ditë e fundit. Derisa dhe Rama doli dje dhe tha, dini ç'keni, po që s'e votoni për mua, mos votoni fare. Kjo është era parë që ndodh në dijenin time dhe në politikë shqiptare dhe në politikë botërore. Në dijenin time. 2021 kanë. Bravo Ledi, je madh. Më duhet Kulla patjetër në ekran. Po nga Rama. Pra Rama është i pari që e ka bërë dhe vazhdon ta bëjë. Po pra, unë nuk besoj që ka dhënë botë një politikë tillë apo jo. E kemi shans punë vëlla. Pra, thirrja e Ramës për të mos votuar fare, nëse nuk voton me PS-n, reflektohet të nuk e dija. Sepse, okej, nuk po e them komentin tim vazhdo. Jo, mos e bëgo. Asnjë mënyrë si. E lash. Atëre, kalojmë tani. Mund të jetë përfshim vetëm edhe një fjali. Mund të jetë edhe pak kënaqësia, votat e majta të cilët janë pak kënaqur. Shiko, ajo pjesa gri është normale në çdo votim. Çështja është nëse në këtë 21% këtë se lexojmë dot, sa nga këta 21% do votojnë ditën e zgjedhjeve. 5% është me Po që do jetë që ka një pjesë gri është gjë më normale. Tani, para se të kalojmë tek tabela tjetër, dhe me siguri është kush i fiton zgjedhjet, me mandat. Cili votonin sot si kryeministër? Është ajo. Cili votonin për kryeministër? Atë Ledio, të lutem ndroje çik titullin, sepse Gjergji ka ardhur me tjetër renditje valla. Ne kemi renditjen tonë, Gjergji ka të vetën. Pra, Gjergji thot, nga pjesëmarrja në votimet, shohim sa do votojnë sa jo. Zgjedhin parën e vendit. Zgjedhin parën e vendit. Mund të ishte edhe kështu, që të shohim mandatet dhe pastaj Jo, sepse i pari vendit kondicionon mandatet. Ashtu, ë? Po, pa diskutim. Okej. Atëherë Ledio ti do ndrosh titullin. Po jo tani. Tani do bëjmë një xhiro dhe pastaj do vësh titullin e kryeministrit. Pra cilin doni për kryeministër, po të votoni sot. Cilin votoni, jo cilin doni. Cilin votoni. Cilin votoni kryeministër dhe për këtë javë që ose beshin zgjedhjet këtë javë. Jo cilin doni. Jo cilin doni. Bravo, ke drejt. Cilin votoni. Ata kanë votuar realisht. Ata kanë votuar realisht. Këta janë të çuar flet në votimit. Po janë të votuar këta. I kemi çuar 11 që ta shpjegojmë. Kemi çuar 11 emrat e kryetarëve të. Do fillojmë tani. Okej. Para se të bëjmë një xhiro Ledio, para se të kthehemi sërish me miqtë e mi tek sondazhi i kësaj të premteje, unë dua t'ju kujtoj se ky është momenti që ne të bëjmë një xhiro në Çilek. Ju kujtohet Çileku? Çileku si pa parë. Çileku miq. Ka filluar uljet në çdo produkt te Çileku. Shikojeni. Çilek është një markë ndërkombëtare dhe tregton mobilje për bebe, për fëmijë dhe për të rinj. Keni pas dilem gjithmonë, ku ti gjejmë këto për bebe? Ja, pra ja u thash, te Çileku. Se nga troni shkoni për dyqane për të rritur. Tani është fiks për këtë kategori moshe që ju thashun. Shikoj sa të bukur janë. Dyqanet me rrugë shtrydhe, se kështu janë dyqanet me rrugë shtrydhe. Kjo është logo.
Te Çilek janë prezente në më shumë se 100 shtete të botës. Pra Çilek është një brend ndërkombëtar. Mobiljet Çilek përveç bukurisë, dashurisë që ofrojnë, janë të mirë organizuara dhe të ndërtuara që të shfrytëzojnë maksimalisht sipërfaqet e ngushta. Janë certifikuara si mobilje rezistente që jetojnë gjatë dhe si mobilje sigurta që mos dëmtojnë dhe mos elmojnë fëmijët tuaj. Ju e dini që ku bleni mobilje nga ato lëshon një dhe mund të elmojnë kalamajt, është vërtetuar. Kështu që kujdes kur bleni mobilje për fëmijët, do të zgjidhni mirë. Ndaj jo them Çilekun. Mobilje për dhoma gjumi të stileve dhe masive ndryshme, dyshek cilësor dhe me çmim shumë ekonomik, deri 27 prill, zonja zotërik, përfitoni 30% ulje, nxitoni. Sot jemi 11. Për më shumë vizitoni në Instagram në faqen Çilek Albania ose në dyqanet e rruga e Kavajës, përballë Deri Orgjit, ju e dini ku është, gjithë me Dorelanin, dhe në qendrën tregtare Presi Shon në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12. Çilek, mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj. Bravo Çilek. Ora është 21:22 minuta Ledio. Dhe rikthehemi tani me pyetjen për kryeministrin. Kë votojnë shqiptarët? Kë votuan shqiptarët këtë javë, këto ditë që sapo kaluan? Përgjigjja tani. Dhe Ledio Plus direkt grafikën për të parë se kë ka votuar. Kjo është e momenti që ngrefet i gjithë. Ke pasysh ku ngrefesh i gjithë, ja. Plase dhe një Ledio Plase. Shiko që, kë votojnë shqiptarët? Kë votojnë Ledio kë? Mos e iqnë Ledio, ajo na duhet. Plasën i cëpët ta shopim. Edi Rama, Edi Rama të lexojmë mirë, se ka dhe njerëz që nuk i njohin shifra, s'kan qenë asnjë në shkollë, analfabetizmi në Shqipëri është rritur për masë të frikshme. E drejtë. Edi Rama 44%, Sali Berisha 31.6%, Arlin Qori. Kujdes, Arlin Qori është me 1 R. Okej. Duhet ta korrigjojmë urgjent sepse më ka thënë Arjan gjithmonë, ma bëni me 2 R, e kam përdorur atë gabim. Kështu kësaj radhe Arlin të kërkojmë ndjes, radhës tjetër do korrigjohet direkt me 1 R. Arlin Qori, më hapë do të madhe, lutem, sa të lexoj unë, se ndryshe nuk lexoj dot. 7%. Arlin Qori 7%, Adriatik Lapaj 6.8%, Dashamir Shej 4%, Agron Shejaj 3.5%, Lul Basha 2.5%, Ton Doshi 1%, Edmond Stojku, po. Mon Stojku 0.3%, Elena Kocaqit 0.2% dhe Kreshik Osmani 0.1%. Pa që shikoni, ky është kryeministri që ju keni votuar këto ditë, këtë javë, dhe ne sot po ja nxjerrim rezultatin. Gjes Stefa, fjala për ty. Okej, kemi pasur debate dhe diskutime në lidhje me faktin mos duhet të shtojmë disa alternativave asnjërin. Fillimisht. Bravo. Po pastaj. Hajde Ledio. Pastaj nga që bëm do votoni apo jo, dhe e quam linkun nga do votoni po, të kush do vjetë kryeministër, në një farë mënyrë ata asnjërin e përjashtuam floger duke hequr, pra duke hequr jonë dhe nuk e dim. Sepse fjala asnjërin do t'i fuste njerëzit në mendime dhe në retorikë. Në trilema. Dhe ne e thjeshtësuam këtë gjë thamë. Në qoftë se ti si individ do votosh, pse duhet të t'japun ty asnjërin? Po ai do votoj për ty. Sigurisht që ekziston abstenimi. Por është shumë i vogël në Shqipëri. Shqiptari nuk ka kulturën, është i pa llogaritshëm. Je shumë i saktë, je i paparje. Do ishte si Kreshnik Osmani. Shqiptari nuk e ka kulturën që kur shkon te feta e votimit ta abstenoj. Shqiptari ku shkon, voton. Tani, nga afro 6.800 vetë dhe po vazhdon. 6.800 ka votuar? Për momentin, këtë. Jo, këtë sondazh. Referendumin online, e quaj. Referendum online, është referendum. Pra, zëm se nuk do bëjmë zgjedhje dhe do vendosim presidenten e vendit që bëhet në shumë vende me referendum. 11 veta te kutia e votimit votoni. Pra, i lëmë njanë partitë politike, i lëmë njanë mandate. Me e qartë nuk bëhet. Flasim për njëshin e vendit, në kuptimin e mirë të fjalës gjithmonë. Se ndonjëherë merr kontekst ndryshe. Tani çfarë ndodh?
Pra 6.800 veta ka votuar për këtë. Për këtë. Për mandatet janë 1.000 pastaj për çdo qark. Për 1.000 për çdo qark. Janë më shumë atëre. Atë janë 12.000 pak. Po, janë 12.000 por llogaritet 1.000. Okej, lere mandatet mos gatuan. Rrimet e kryeministit. Rrimet e kjo pjesa e 6.800 veta, 6.800 votues për këtë rezultat që ju shikon. Po, çfarë ndodh? Dhe sondazhi ka filluar të hënën e kaluar. Shiko, ne këtë sondazh e kemi pothuajse gjithmonë gjithë katërvjeçarin online, në forma të ndryshme. Mirë, dakord. Në mënyrë direkte është ky. Në mënyrë direkte është ky, pra, po. Në këtë 4 vitet e fundit, unë do t'jap vetëm një shifër që më pas ju mund t'a diskutoni. Në mars të vitit 2022, mars-prill të vitit 2022, po, jam i sakt, Rama ka pas momentin më të vështirë në sondazhet të 4 vjeçarit. Përkonte me fillimin e luftës në Ukrainë, kriza e naftës në Shqipëri, kthimin e Berishës në PD. Bukur kjo. Ishte 14% i preferuar. Por patjetër që edhe pandemia. Fundi i pandemisë. Fundi i pandemisë. Kriza e pandemisë gjitha bashkë. Gjitha bashkë. Kishte fituar zgjedhjet një vit pa, ishte 14%. Sot është 44%. Ndërkohë që Berisha, ditën që ka hyrë në stadiumin, ishte stadiumi Qemal Stafa, ku ka bërë ato tubimin e parë përpara se të merrte partinë, shkoi afër 42%. Rezultat që Berisha nuk e ka pas as ndoshta në 2009-ën, as ndoshta në 2009. Pse efekte? Pse ju ktheve të kaluar? Ju ktheva të kaluarës për të dhënë mundësi analizme për të komentuar se si kanë ndryshuar gjërat ato 3 vite. Dakord. Po mirë, para se të komentojmë atë një herë, unë dua të kuptoj. Dhe po filloj nga Kulla. Kulla, të lutem më thuaj një gjë, si ka mundësi më valla? Unë kam një përgjigje dhe po patako do e them. Ka një përgjigje, kam një hipotezë, përgjigje kam, asnjë s'ka përgjigje në këtë jetë. Abstragojmë. Kulla, si ka mundësi më valla? Mandati 4 dhe Ramsi del prap i pari. Sipas cilat janë arsyet valla? Shumë e thjeshtë. Ma thuaj, edhe aq e thjeshtë nuk është. Shumë e thjeshtë. Ma thuaj. Leadership i tij. Që vetëm që ka leadership do është më qartë se tjerët. E ke thënë ti sa herë që dalim në emision, herë ke thënë me ironi, herë pa ironi. Ai është i prisi atyre të vetë, është i pari. Shumë e thjeshtë. Sepse ky sistem zgjedhor që kemi ne, nuk e se voton më të mirin, voton ato që është më i organizuar, më i fort, më i sigurt, më ashtu ka shumë e thjeshtë. Pra, kujdes, në çdo zgjedhje në Shqipëri nuk votohet më i miri, votohet më i forti. Sistemi jonë zgjedhor nga 2008, kur Berisha dhe Rama bën marrëveshjen e famshme, ka shkuar drejt një bipolariteti gjithmonë më tegër. E theu Ilir Meta bipolaritetin në një periudhë caktuar, dhe i jemi rikthyer bipolaritetit tipik. Ore Ilir, që mos të lotëm ty më valla. Ti jemi më konkret. Ore zotri, le ta kontekstualizojmë me momentin që jetojmë. Dakord? Lere marasit celularin se ndryshe nuk kupton gjë. Pra nëse do ishin gjithë atë tjerë. Pyetja ime është kjo. Pyetja ime është kjo valla. Ka vetëm 2 muaj që u fut kryetari i Bashkisë Tiranës së Bugut, valla, njeriu i tij më i besuar, krahu i tij i djathtë. Po do ta shohim në Tiranë. Një sekond pra. Normalisht nuk duhet ishte ky rezultat në një vend normal, po them. E ke gabim o çan. Po dalë më një sekond ta bëjmë parashtrimin, nuk po jap mendim tani, jo. Thjesht un po parashtroj tezat ose hipotezat. Pra, në një vend normal. Dakord? Kur të futet krahu jot i djathtë, bie qeveria, bie shumë gjë, sekretari i Bashkisë, e kupton? Këtu nuk i merr njëri parasysh to se këtu s'le jemi vend normal. Tani këtu minimalisht ky duhet të kishte rënje, ka një rënje. Rënje drastike madje. Ka një rënje, jo, nuk ka drastike pra, sepse prapë është i parë. Është rënje drastike po. Nuk e ka. Atëherë pyetja ime është kjo valla. Falçam, pse do ketë rënje drastike? Kryetari i Bashkisë Tiranës, efektin elektoral e ka vetëm Tiranë. Si nuk ka efekt? Erion Veliaj ka qenë një yll i politikës Partisë Socialiste, por vetëm në qarkun e Tiranës. Këtu ka dhënë rezultatet e. Dhe ne do shohim, nëse në qarkun e Tiranës, nga 19 që pret Partia Socialiste, bret 17, ky është efekti Veliaj. Po ti mos prit efektin e Veliajt as në Fierë, as në Korçë, as në Vlorë, se s'ka pas, s'ka si të ketë efekt Veliaj. Se tu problemi është që nëse ne do bënim një lexim me një proporcional kombëtar, nëse do bënim një lexim për kryeministrin në proporcional kombëtar, pra nëse proporcionali po kombëtari është po pra po nëse sistemi jonë zgjedhor do ishte proporcional kombëtar, tu e nxjerr Ramën humbës sepse ka vetëm 44%. Por ne kemi proporcional rajonal. Çfarë si kam? Unë e bëra pyetje në mënyrë absolute, domethënë prapë është i pari. Nuk lexohet, është gabim. Prapë është i pari. Po s'është i pari partisë parë. Po nuk lexohet kështu, ky është problemi. Mund t'jap dy argumenta shumë e thjeshtë për përqindjet. Pra nëse ka një rënje në Tiranë, kjo shpjegohet me goditjen ndaj kryetarit të Bashkisë. Nëse ti pret që kjo goditje ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranës do ketë efekt në Korçë, ta garantoj që një zonë zgjedhore ka 0 efekt në Korçë. Një sekond, ta mbaroj me kundër dhe jap ty fjalën dhe do të shpjegosh përqind.
Okulla dëgjoj, ajo po mendoja unë të thoshja, por nuk doja të ndërprisja është kjo, që normalisht edhe njerëzit sot, pra përveç propagandës opozitës, po edhe propagandusit mediatik të opozitës, gjithë që janë, pra ka dhe propagandus të opozitës ka pa fundë, po jo. Mua më çuditi një gjë, po e kam gabim, ma thonë ju, po e bëjmë bisedë të thjeshtë, kështu sigur jemi në kafe. Por e si ka mundësi, që kur u shfuter me Velia në burg, që u fut nga spaku, të gjithë këta që duan të shohin Ramën të rëzuar sa më shpejt, bëjnë spini tyre është e ka futur Rama. Po. Pritani, dhe u mendoj një sekundë, që se këta i thonë popullit e ka futur Rama, atëherë Rama del njeri i mirë, pas ka futur të korruptuar në burg. Pra këta po i shërbin Ramës. Pa e kuptuar. Duke e thënë e ka futur Rama, normalisht, çfarë dëgjon njerëz të thjeshtë? Ata budallej nuk janë, jo, për ata pra e kam. Budallej nuk janë, kështu që nuk e bëjnë pa e kuptuar, e bëjnë duke e kuptuar ndoshta më çan. Si më e bëjnë për ndihmuar Ramën. Patjetër. Zërbe. Patjetër. Por flas për njerëzit cilët janë rreshtuar. E di, ata që janë rreshtuar, kanë qenë rreshtuar dje me opozitën, e nxorën Lulbashën në çadër atje, e lanë 3 muaj në çadër pastaj, e morën qafë. Se duke i thënë diq mandatet, bëj këtë, bëj atë, bashkë me doktorin, edhe çuan opozitën këtë drejtë që është. Si më thua ata vishën si partizan, vishën si partizan për t'i marrë për Gjermanë, se nuk e kuptojnë këtë vëlla. Nuk ka shpjegim tjetër pra ti sapo e the, sapo e konstatove. Unë nuk e kuptoj këtë vëlla. Çështja është shumë e thjeshtë. Erdha le dio. Nëse ky një ditë do na bëj sondazh, mendoj njerëzit për Spakun do ta lexojmë më mirë. Çështja është në kam një sondazh çfarë do njerëz për Veliajin. Në këtë mund të jap përgjigje. Kemi bërë që për 2 vite. Jo, po s'quhet ajo. Në fakt sondazh, këtu çështja është nuk është faji jon çan që 3 çareku i këtij mileti s'mbush mirë vëlla. Dhe e kupton akoma që kjo drejtësia është si sigur me qenë organi një partie politike. Ta kam thënë gjithmonë, bashkë kemi bërë debat. Që ka dalë qetani nga shishja dhe kjo drejtësia funksionon në mënyrën e vet. Nuk do të çuditem që para zgjedhjeve të arrestohet një tjetër. 1, 2, 3, 5. Sepse nuk kemi mësuar. Unë se besoj, nuk e besoj. Me që po shkojmë për herë të parë një palë zgjedhje me një drejtësi kështu, ne nuk kemi mësuar që kam një pyetje për Spakun dhe për të task force, po do të flasim pas pak. Tu ne këtë e lexojmë. Nëse do ishte sondazh kombëtar, ne do shohim që vetëm 44% e përkrah Ramën, 56% nuk e përkrah Ramën. Shumë matematika. Por nuk është kështu, sepse ne kemi zgjedhjet në 12 E ka gabim Kulla. Jo, Kulla nuk e ka gabim, po Kulla nuk di një gjë. Zgjedhjet nuk i kemi në një qark vetëm. E kuptova këtë. Kulla nuk di një gjë. Çfarë di Kulla? Është qartë që Rama ka diferencë të madhe. Në qoftë se ne vëm 11 kukulla dhe i rreshtojmë dhe i themi 1000 njerëzve zgjidhin një nga këto 11 kukulla. Ja më i kemi këtu në studio. Bravo. Këta janë publiku. Që 44% e njerëzve të zgjedhin një kull, do të thotë që ajo kulla është shumë e bukur se gjithë tjerat. E kupton matematikën? Kulla apo kukulla mo? Kukulla. Si the kull tani? Kukulla. Pra, edhe një herë, marrim 11 kukulla. Dhe i themi 1000 njerëzve, zgjidhin njërin prej tyre. Matematikisht, në qoftë se ato janë aty, i bie që kukulla më e mirë të jetë 20%. 18, 10, 12, 14. Ç'do thua? Në qoftë se në 1000 veta 440 zgjedhin një nga 11 kukulla, është kukulla e bukur. Po pra. Këtë pra e tha, po këtë pra themon, pra nuk duhet ngatrua, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Dhe është momenti Marsit Gupit të na komentoj këto shifra. Marsi, si ka mundësi më vëlla? Po, unë do analizoj njërë pse Edi Rama të delin këto shifra pavarësisht të gjithë ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur, sidomos arrestimi i numrit 2 të Partisë Socialiste, kryetarit të Bashkisë zotit Veliaj. Qofse u kujtohet, mbas arrestimit të zotit Veliaj, Rama doli në një mbledhje ku kishte mbledhur gjithë ministrat, kabinetin dhe deputetët e Partisë Socialiste dhe e ndërmori në duke një fushat ndaj Spakut agresive. Qartë, e bëri një javë e mbyti. E bëri, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që Rama e pa që kjo nuk do i shërbente në perceptimin që do i krijojë qytetarëve. Ka marrë sinjal, po. Po, nëse ai do ishte antagonist me Spakun. E pra sepse duket ose lihet në kuptuar sikur ai ka diçka personale që po mundohet të parapri dhe prandaj fillon në anatemim. E dyta mendonte që një antagonizëm me shejtanin që ka dalë nga shisha, si shto zoti Kulla, nuk dikon pozitivisht në perceptimin e qytetarëve, pasi dihet që Spaku ka krijuar idenë që është organi i cili po vendos drejtësinë, po çon në gjykim i zyrtar të lartë korruptuar, grupet kriminale, bandat, pra ata që janë kërcënuesit e sigurisë të rendit dhe të financave. Spaku është gjegje Lezalia kundër Bajlozit. Po. Dhe në këtë dhe mendoj që gjua në cilën zoti Berisha e vazhdoi agresive edhe pas arrestimit të zotit Veliaj, nëse kujtohet, pra që vazhdoi tha prap që ne do e reformojmë Spakun, do e shkrijmë, po ka dhe prokuror të ndershëm, mendoj që kjo ndikon në perceptimin e publikut. Nuk kuptoj një gjë. Sot si ndikon pra? Ndikon këtë rezultat? Janë pro Spakut.
Dhe kushdo që bëhet antagonist me sistemin e drejtësisë, sidomos me SPAK-un, Po ti thua që Ramsi i ra, prapë është lanë. Jo, Ramsi i ra, po pastaj neutralizoi, sepse çdo të kujtohet tha që Altin Dumani është i rindershëm, SPAK-u duhet të bëjë detyrën e vet, vetëm një javë mbajti narrativën në cila i thoshte që në mandatin e 4, nëse të kujtohet, tha ne do standardizojmë me parime demokratike. Kuptoj pra, i do fusim duar. Po dhe pastaj Hoxhi Dor tha jo, ne prandaj kryejm SPAK-un, tha dhe që ishte kështu siç është sot. Pra ishte koherent. Dhe ky koment jot, ç'lidhje ka me atë shifrën? Mendoj me atë shifrën sepse ti bëre pyetje ndaj zotit Kulla, pak më përpara që pse pavarësisht që ndodhi. Mora rasti më të fundit, por Severia është i fundit, por ka shumë ai. Ka shumë, sepse ka ditur Çani ta neutralizoi sa më shumë të qëndroj larg. Ajo që dhe të krijoj idenë sikur është ky që e komandon SPAK-un. Ose sikur ky i le dorë tjerë. Unë prandaj hapa këtë, po Kulla nuk i dha shumë rëndësi asaj. Kurso mendoj që gabimi i Partisë Demokratike është që nuk ka ditur të mshojë kësaj pike në stilin e vet politik. Pra po ta vëmë re Partia Demokratike dhe opozita është marrë me këto ide të koalicionit Alianca Shqipërisë Madhështore, konservatorizmi, është radha jonë, fryma e Trumpit, ndërkohë që sikur të merrte iniciativën e fushatës. Për shembull Rama ka thënë që unë nuk kam përgjegjësi sepse këta kanë ngrënë dardha dhe moll mbas shtëpisë time. Po nëse këto dardha dhe këto moll kushtojnë 400, 500 milionë euro, 800 milionë euro. Se aq kushtojnë? A ke përgjegjësi ti? Sepse është kthyer përgjegjësia në justifikim. Nëse një politikan justifikohet, cili është kuptimi? Aktualitetin në përstandazh nuk. Në anën tjetër ti ke kryetarin e loja me perceptimin. Në anën tjetër ke kryetarin e opozitës që thotë unë po mora mandatin do ta shkruaj SPAK-un. Kështu që pozicionet janë të ndara. Bravo, dhe ajo është ai ka ndryshuar Saliu. Por ai ka qartë, do ta shkruaj thotë. Do reformojmë tani thotë ai. Pra, tash ti çfarë thotë, do i bëj me gur. Por fillim thoshte ta shkrim pra. Por tani aty ke një ai thoshte skapun, po tani ma thot më skap. Aty ke njerëz skapun thotë shkrim. Aty ke njerëz që kanë fituar në primare, kanë dalë primaret e PD-s, parat nuk kanë vot listat sigurt, vetëm se publikisht kanë bërë SPAK-un. Do t'i them të emra. Tani unë mendoj. Do t'i thuash? Po, Jorita Tabaku, Dasula, e tjerë. Janë jashtë loje sepse këta ishin pro SPAK-ut në grupin parlamentar. Edhe sepse nuk janë bashkuar në fillim Berishës, është dhe një arsye tjetër. Po ka dhe tjerë që s'janë bashkuar Berishës, po janë atë listë sigurt. Kanë edhe fjalën për Gazbardit. Po. Pse gjë e vogël është? Dhe unë mendoj që është problemi i gjuhës politike Arjan dhe mënyrës si krijojmë perceptimin. Pra spini politik nga ana opozitës nuk ka ditur të shfrytëzojnë në avantazh skandalet, proceset gjyqësore, goditjen e zyrtarëve të lartë, ndërkohë që mendoj që atributi i Partisë Socialiste ka qenë që ka ditur të neutralizojë. Qoftë duke përdorur mediat, emisionet, siç del edhe nga përgjimet që kanë nxjerrë kohët e fundit. Tani vjen një mesazh valla. Dhe me çdo mjeti, po. Jo, të falenderoj për këtë tezën tënde që dhe, po mua vjen mesazh valla. Që më thotë Çani, të lutem sqaroj njerëzit, sepse vin mesazhe që thonë këtë votojmë, nuk e kuptojmë programin, sepse njerëzit kujtojnë se do votojnë tani. A kupton se ç'bëhet apo jo më valla? Po shikoj, jeta është keq, kuptimi map. Ore, një sekondë, le të hajde këtu unë majtë. Këtu njerëzit që votojnë. Nuk votohet në emision, më valla, nuk votohet. Dua të votojnë tani. Një sekondë. Tani do imitoj dikë që kur isha unë i vogël më thoshte. Me 11 maj, me 11 maj. Mbyllën morgoj. Jo, tani bëhet diçka. Tani bëhet subscribe të Zonë e Lirë në YouTube. Si votë është atje tak. Edhe shef sondazhin e javës tjetër si zotëri. Po prap, t'ja shpjegoj pra njerëzve. Është votuar mor. Gjergj Stefa ka një kompani quhet Sonketa. Ka një javë që votohet. Nuk keni punë ju fare, ju kur t'ju dali. Në dash votoni, dash mos votoni. Ju del ati, ju del vetë, pa merak. Është algoritmi që e bën këtë gjë. Ne thjesht po analizojmë votën që është dhënë këtë javë. S'ka votim këtu. A kuptuat? Votoni 22 vjetë që javën dhe prapë s'kuptoni. Prandaj është i gjatë i kaq lartë. Ja, për këtë arsye. Të them edhe një keq kuptim që kanë tjetër në lidhje me fetë e votimit, ka shumë qytetar Çani që mendojnë që tek lista e partive mund votojnë një parti tjetër. Çfarë ka me këtë kjo? Jo, kryeministri. Po pra, dhe tek një listë tjetër votojnë një person që kanë preferuar për kryeministrin. Atë galla do ta shohësh numërim me sa do të dalin firot e dolën këto. Sepse për shembull mund të jetë socialist, duan Partinë Socialiste, po e zën për kryeministër duan Tik Lapajn, për marrë si shembull. Dhe ky është një problem që e bën votën e pavlefshme. Në Shqipëri kjo nuk quhet pra. Në çdo vend tjetër, ke 4 preferencë, 4-5. Për këtë që thotë më tha dikush, më tha mua, ti s'është puna dhe unë votoj socialista. Po kam i lidhje, tha kam respekt tha për atë familjen e Jorita Tabakut. A lejohet tha t'ja parti këtë. Dhe kjo çfarë do thoshe para se ja filan Plogertit? Do t'ju them një sekret në lidhje me mënyrën se si Jo, po të rim tek jo, kush bëhet kryeministër? Jo, kush bëhet kryeministër? Po, njerëzit kur votojnë, nuk ndjekin aktualitetin. Nuk votojnë mbi bazën e aktualitetit, as mbi bazën e aksionit politik. Je i bindur për këtë më burr? Kam sondazhe për këtë. Çfarë janë arsyet? E para,
e shku në Tradita. Me këtë rëzon, pra, unë këtë kisha i dyshim për këtë. Po patjetër. Njeri s'pjerdhin fare të Fare, më fare, ja do ta them unë. Tradita familjare, Aja, numri A. Fëmijët e njerëzve të madh në 90% rasteve votojnë majtën, fëmijët të djallëve votojnë të djastën. E dyta, simpatia personale, simpatia, dashej për shembull, ndoshta nuk do marrë asnjë mandat. Njerëzit e shohin. Ja, aty e kemi tabel. Mos e zësh. Kemi tabel. Dakor, mirë. Pra, ti në tabel, që mos dikojmë në garë. nuk ndikon të Dashi. Nuk do bëhet kryeministër. Dashejn, për shembull, shumë njerëz e shohin si kryeministër, por nuk ndoshta s'do marrë dot asnjë mandat. Dhe e treta, interesi. Është dhe interesi. Tani Gjergji sapo bëri një faull ndaj vetës. Fare. Pse? Para 10 minutash tha. Sa doli Edi Rama, tha. Mos ta mërzit Gjeri tani. Jo, do ja them tani. Po pyetë Gjergji unë se thash, ore ka gjysmëri që gjoj të treve, të katërtve. Okej. Para 10 minutash tha. Ti nuk flesh shumë sot se ti ke rezultatin në xhepe, kupton? Jo, unë rregull jam. Do ta them këtë ajo. Je shumë i qetë sot dhe njerëzit ka thonë më thonë, "Ore ky Flogërti çka ka gjesh për kaq i mirë?" Pas para 10 minutash tha, sa po doli Edi Rama dhe tha mos votoni, filluan u rritën nuk e di. Po. Pra i bie që e ndiqkan aktualitet. Jo, nuk është aktualitet, kjo është simpatia. Kur unë kam simpati për dikë. Po i madhi. Kur unë kam simpati. Jo, tha, aktualitet ky thot Tomo Ngjarri diskuton në studio. Burgu morbur që s'ka më që diskutoni. Po foli ai Beu e dëgjojnë se e ka. Tomo është simpatia. Është lideri. Okej. Ose foli Berisha. Ka për ngjarje të caktuara. Ngjarje më politike. Ngjarje më ngjarje të aktualitetit të burg. Tradita nuk gjojnë, nuk marrin vesh sot. Flogert. To që bëjmë ne i quajnë lollollo pa vlerë. Tradita, simpatia, interesi. Këto janë tre kolonat e votës. Jo vetëm Shqipëri, po kudo. Tani, jam dakord me Gjergjin. 44% shi. Pra është emocional komplet, ka dhe pak interes. 44% shi. Apo 50-50. Jo, interes ka në masën 20%. Po ka se kur mendon se sa është administrata në Shqipëri. Njerëz që punojnë etj, lidhje marrëdhënie. Me një në punës kapen 4 veta me një. Po çfarë 180.000 3 ose 4 bëri llogarinë por ai kanë xhep. Vazhdo Flogër. Megjithatë ju nuk e mos e vlerësoni traditën. Jo, nuk e vlerësoj, jo. Është trend patjetër me partia, por është ish partia e punës. Jo ata, jo, tradita në marrëdhëniet njerëzore. Xhaxhai, Halla, Kushoriri. Po këtu me fisesh më patjetër, po ne jemi në feudalizëm akoma. Jepi Flogër. Vazhdojmë. 44% shi i Ramës më bën përshtypje sepse gjitha ngjarjet që kanë ndodhur. Jemi te Rama tani, po prisës kemi vëtur akoma poshtë, se del do i them shkurt. Lajmi këtu nuk është Rama, ore, patikisht. Lajmi këtu për mua është Basha. Jo, s'është e ka çuar Rama 2.5%. A do jemi serioz? Po. Lajmi këtu është Arlen Qori, o zotëri. Më vjen keq tani. Cili votoni sot si kryeminist, shikoni përqindjen e Arlen Qorit. Afrohen çik tabelën Ledion? 7%. Me këto merremi pak tani. Dhe 6.8%. Dhe bie lapa 6.8. Po një sekond, po kjo është e kuptoj. Po të dy janë kokë në kokë. Kokë në kokë. Cili, pra, një sekond, Lapaj, 6.9, 6.8 sa është Lapaj. Pra, Qori dhe Lapaj, po Qori nuk e prisë të dilte kaq lart fatikisht. Dëgjoj Çan, mua nuk më bën, mua nuk më bën. Mos nuk u çudi fare, jo nuk u çudi, nuk e prisim ne. Qori në të gjitha anketat del si një personazh karizmatik, personazh që bën debat, personazh idealist. Në rini ka më shumë se 7%. Mos them që një pjesë e mirë është 7% që ti është rinia, por ka gjithmonë një por. Me këtë sistem zgjedhor është i djegur. Nuk është i djegur, nuk më pëlqen të them. Në kuptimin që nuk i rentabilizon ato vota dot pra. Po s'ka problem, i ka. Nuk ka problem. Në rrugtimin e tij politik i ka. Jam dakord. Kodi ndryshon një ditë, vota jo. Jam dakord Gjergj. Je i saktë. Nuk më bën përshtypje 44% shi Ramës. Kush më bën përshtypje prit pra, më bën përshtypje që këta 44% nuk kanë thjesht simpati për Ramën. Këta do e votonin për kryeminist. Kjo është pyetja pra. Ishte nga gjithë sondazhet e tjera, ne kemi bërë pyetje tull. Dhe këtu, ajo që më bën përshtypje mua, me këtë sistem që kemi, është diferenca e lartë që ka doktori me Ramën. Pra, në vitin 2021... 31.6 doktori. Në vitin 2021, Çan, Edi Rama ka marrë... Edi Rama në 2021 ka marrë 48.5% votave. Partia Socialiste, Edi Rama. Po pra, Edi Rama, Partia Socialiste. Edi Rama, pa Partia Socialiste nuk është... Po mirë, mos jep opinione tani. Sondazhe. Në lërë t'javë në opinione. është fakt. Mime se bëj shaka. Pra, Partia Socialiste, Edi Rama kanë marrë 48.5%. Leti personalizojmë. Themi Edi Rama, diet. Për lehtësi komunikimi është ajo se kur themi Lenini, themi partia, kur themi partia. Bravo, ja. Këtu jam dakord, Flogër. Ndërkohë që... 40 vjetorin e Verozhës... Fiksore fiks, është dhe 11 prilli, fiks. Ndërsa doktoris bashku me Metën, në 2021 ka marrë 46.3% të votave. Pra diferenca ishte 2.3%.
2.2% mes të dyve. Sot diferenca është 13 pikë, por 13 pikë%. Shmëndurim, valla. Ja, nuk është sakt. Dashej në 2021 ka qenë me doktorin. Po. Mblidhe dhe 4% e Dashejt sot. Prit. Lulbasha ka qenë, Lulbasha ka qenë me doktorin. Lulbasha ka qenë, Lulbasha sot është 2.5. Atë ka qenë tek pull 6. Bravo. Pra, 6 Basha, 10 Dashi, u bën 10, shkom të 25. Prit, vazhdo Agron Shejajn, 3.5. Agron Shejajn, 14.000 vota ka marrë. Soj të të rezultatit. Je i ma. Jo. Prit, ngatroni diçka. Sot, kandidat për... Ja njeriu që ti të bëj sondazhe, e shikon? Jo, ka i gabim tjetër. Jo, ka i gabim logjika i. Ai në matematik nuk është keq, nuk po them që është Lulbasha. Matematik është vota. Problemi, po prit mor burr, prit. Tani në garë për kryeministër është Rama me Berishën. Jo. Pyetja nuk është kështu. Po s'ka rëndësi pyetja. Ne flasim për të sondazh për real politik tani apo do rri? Jo real politik, flasim për sondazhin tani. Po për sondazhin pra. Sondazhi është i thjeshtë valla. Ti votoni dhe kanë emrat atë dhe ato. Lere tani. Po nuk po mlini fare. Jo, nuk të lëm. Po do të lëm sepse ti do ta nxjerrësh gabim ndërkohë që s'është gabim gjerë. Por ajo saktësi që ti po thua, mos e ti ke drejtë orë, kurse s'ke drejtë. Po Flogert. Ti ke drejtë valla, po flasim. Po. Agroni, Luli dhe Dashi janë veçmas. Gara është mes Ramës, doktorit dhe këtyre prit burr për qeverin. Tani unë po të them, dje diferenca mes kandidatëve për kryeministër, partive, bloqeve, ka qenë 2%. Nuk është kështu. Sot është 12%. Je gabim. Prit mor zotri, prit. Je gabim. Po prit sepse ai që mendonte, bëni dialog. Ai që mendonte që Dashi duhet jetë kryeministër, ti e fut te Berisha. Unë e nxjerr nga Berisha. Ku e fuste tani? Para 4 vitesh. E fuste te Luli. Po, ore, unë po them rezultati atëherë, mor zotri. Po pra, ka qenë PS-ja, PD-s. O Gjergj, mirë, më lini ta them dhe le ta gjykojnë dhe... Po nuk ka rënë, mo. Unë dua të them, sot që flasim, votat Partia Socialiste i ka 24%. Aj se ka pas. Ka rënë, po jo mër ka rënë 4.5%. Akoma, është dita pare fushatës, prit. Po për sot pra po flasim, po na parashikojnë të dhe sondazhin e fundit. Ka rënë. Apo flasim për këtë? Ka rënë. Po pra, 4.5% ka rënë Partia Socialiste. Po ta marrë të mirë qënë, edhe unë e besoj këtë sondazhin përsa ko jam ullë këtu. Doktori, bashkë me Metën, kanë qënë 26.3. Sot janë 31. Ka rënë me 15% nga 2021. E djasta. Kandidati këtu. Këto tjerët nuk po t'i logarisë. A di pëse nuk po t'i logarisë. Pse më thunë tu doktori, pse nuk më thunë Luli në 2021? Pse më thunë doktori? Po Partia Demokratike. A djasta pra, dakord? Partia Demokratike. Po, kur them emrin në kuptoj kush ka qenë përpari atje. Dhe çfarë ndodh? Në garën për 11 maj, duke patur këtë sistemin që e shpjegoi Kulla dhe e qau me lot që ky sistem edhe me pas 5-6% të hallakatura të nxjerrin skifo komplet, unë them që këtu e drama mund të ketë më pak përqindje se në 2021. Dhe më shumë mandatë. Dhe më shumë mandatë. Po këtë më rëbur po... Ne s'po flisim për këto, vëlla. Ne s'po flisim për këto. Ne kupton ti ne ikën në gjë tjetër, mandatë do flasim për shumë drejt. Po mik. Po do i ndan tani çik. Dakord prap, mund të them që nuk është lajm. Tani ti marrim me radhë, është metodologjik. Me radhë. Unë tani kam kod doni kryeministër, vëlla, është bërë pyetja tull. Dhe janë votuar, që njerëzit ta kuptojnë, nuk po votohet sot, vëlla. Janë votuar javën që shkoi. Dhe ka mbaruar votimi. Tani prevent tjetër do votojnë prapë duke filluar nga Hona ose nga Shtuna, ku fillojnë o plak? Vazhdon, për javën. Një fjali kam për të veçlit dhe pastaj jo ale miqve. Po Marsitin duhet ta liroj për 6 minuta. Po e ljon Marsit direkt. Ajo që më bën përshtypje është Arlind Qori ka patur një goditje ditët e fundit. Arlind Qori që der 7%. Po pra. Dhe edhe pse është goditur, mua më duket, duke u referuar dhe anketave tjera që bën, ka një rritje. Ndërkohë që ai që për mua është çuditërisht ullët në krahasim me gjithë takimet që ka bërë kështu me radhë, me takimet konsiderueshme, është zoti Lapa i cili është 0.2% poshtë Qorit. Si zë, po më, quhet ullët o por aty janë 6.8%. Po çfarë ka bërë Lapa i krahasuar me çfarë ka bërë Qori? Unë prisja që Lapaj të ishte mbi 10. Sepse kjo është metodologjia. Unë e kam thënë Adriatik Lapajt kemi qenë në studio me Çanin shumë kohë që kur ai vendosi që të hyrë në këtë, i kam thënë, nëse ti do të rritesh, do të bësh një parti, ti duhet të shkosh strukturë dhe të bësh strukturë poshtë, shkosh derëm strukturë të shpite njerëzve për qarqe e tjerë.
Ai është bazuar shumë tek media dhe tek diaspora. Kjo është një votë cilën ti nuk e lexon dot. Kurse Qori ka pas një ngritje të graduale, të bazuar dhe ashtu dhe kapilare. Problemi është organizmi. Jo, strategjia e Qorit është dhe deklaruar është derë më derë. Dhe për të ta shpjeguar këtë gjë, ta jep 1% që Tom Doshit. 1% që Tom Doshit nivel kombëtar nuk të jep, nëse ti do ta lexosh kështu, është 0 deputet. Në fakt Tom Doshi këto zgjedhje ka për të marrë paktën 5 deputet. 3 minimumi. Po. Tani, Kullam, sepse ka organizimin kapilar. Sa del Doshi si kryeminist tani, se ikët pra të deputet, nuk e luan të mikri. Po pra po, kur lexojmë Doshin kryeminist, do lexojmë rezultatin që do japi për deputet. Do e kemi tjetër atë. Se ky sistem, jo për ky sistem. Nuk llogaritet, sa është Doshi? 1%, s'llogaritet fare. Atëherë një sekond. Marsid, se Kulla dhe Flogerti e dhanë, para se të ikësh, para se të lë të qetë, në ty se ke një punë, do të ikësh patjetër. Të lutem më thuaj, nga lista e shikon këtu pra. Po. Që ka dhe njerëzit që shohin në ekran që është votuar këtë javë. Çfarë të bën për shtype, po të marrësh me radhë? Mi merresh me radhë të gjithë. Sali Berisha 31.6%. Që pavarësisht aktivitetit gjatë politik. Sa më shkurt. Po. Jo nuk do bësh koment për secilin, jo, në raport me. Në raport me po, është poshtë, është keq sipas teje? Për mua deri sot nuk flasim. Është keq. Sepse duhet të ishte më lart në aksione politike, le themi. Bukur më lart se kanë ikë votat nga partia e vet i ke trashtuar këtu. Dakor. Thash në fillim, fragmentarizimi. Kush bën Arlind Qori dhe siç e tha dhe zoti Kulla, është e drejtë, është fal punës së tij kapilare, pra ndryshe nga Lapaj, Arlindi ka ndjekur një sistem i cili duke qenë afër njerëzve. Pra e ka shtrirë fushatën e tij në terren, nuk e ka përqendruar shumë mediatikisht, pavarësisht se del mediatikisht, dhe nëse të kujtohet e ka thënë tek emisioni Scrolling, puna jonë nuk është vetëm në fushat, ka thënë, po është konsistent. Po është një ditë për ditë, një ditë mbrapa zgjedhje dhe ne vazhdojmë Ne vazhdojmë emisojnë dhe kjo ja ka dhënë rezultatin e vet, dhe ajo është karakteri i politik që i bën diferencën. Krishtik Osmani nga të gjithë ta që ka marrë pjesë në palë zgjedhje. Pa komente. Jo, nuk është koment, është fakt. Arlindi ka marrë pjesë në zgjedhjet bashkiake. Pra, ka një avantazh me zgjidhjet të tjerët në sondazhe. Ka sonduar njerë. Po. Bravo, saktë. I ka thënë dhe një edhe Shabani është sonduar. Edhe Shabani. Po Shabani nuk del te lista këtu sepse është Lapaj. Sepse është Lapaj. Krishtik Osmani pavarësisht tezave historike populiste e tjerë, duket që nuk ka pasur ndikim të madh me atë pritshmëri që ka pasur Krishtiku. Pra nacionalizmi nuk funksionon. Nuk funksionon, për të vërtetës. Domethënë, shet mediatikisht në kuptimin për të ngjarë një personazh ndryshe, po në kuptimin elektoral, për të marrë vota nuk. Problemi është i organizimit kapilar që ka. Lulzim Basha mendoj që ka këtë përqindje në rënje, ndryshe nga ajo që ka pasur dikur, siç e tha dhe Gjergj. Luli del 2.5. Po, për shkak të fragmentarizimit që pati edhe vetë partia që kishte zoti Basha. Ikja Ali Beajt, ikja e disa deputetëve të tjerë, siç është zonja Flutraçka, Arbia Galliu tjerë kanë qenë disa deputetë. Dim të detajet. Çfarë fragmentarizimi përshtypje tjetër? Edi Rama 44% është shifër që nuk e prisa, është e lartë në krahasim me gjithë që tham skandalet që kanë ndodhur dhe unë mendoj që është fal mënyrë si diti trej që fiet, sepse është më. Edhe pse është i pari, çfarë rënie ka Rama më burr nga këto herët e para, ne tani e filluam sondazhin, po nga ka qenë 48-49 me sa kanë parë. Ka një 5% rënie. Ka një 5% rënie, po, 4-5%. Adriatik Lapaj ka rënie, dilte më lart në sondazhet që janë bërë përpara dilte 8-9% se u kujtohet. Dhe mendoj që është shkak mënyra se si ka bërë organizimi në terren. Pra nuk ka punuar në terren në formë konsistente, por duke u fokusuar shumë te mediat e diaspora. Dhe vota diasporës çani është fragmentarizuar, është ndar, pra është shpërndarë në qarë që nuk është është ndarë në 12 thas. Ne tregoj gjëri tani se si është me diasporën. Elina Kocaqi po ashtu nuk ka kod politike, nuk ka shitur teza e saj nacionaliste. Po dashi i del 4% si kryeministër? Ka simpati popullore. Ka simpati popullore për shkak të tipit të tij Bonachon me batutin dhe me atë popularitetin. Mirë po thashë tek dashje vlen ajo dikotomia çan që votojnë Partinë Demokratike për kandidat për kryeministër mund duan ta. Megjithatë në këtë listë që është aty në ekran, pavarësisht se radhitjen e kemi ndryshe këtu sepse ne këtu në listë. Ajo sipas të fleta votimit. E pa, kështu ta bënte edhe Ledio atje fatikisht. Jo, Ledio bëri mirë për të dhënë mos të gatuar njerëzit. Unë kam bërë fletën e votimit. Nga 111-ta kështu janë jo, ti në rregull. Pra Pesa Rama, pra Ledio e ka mirë që ka bërë ashtu. Ledio ka renditur përgjigjen, unë kam renditur propozimin për përgjigje. Dakor, te kuptova. Atëherë dëgjoj. Edhe fjalën e fundit, Gësa Goshe mendoj që ka këtë përqindje, që në kuptimin tim nuk është përqindje urë dhe e keqe, për shkak të fushatës konsistente që ka ditur ta bëjë më mirë se tjerët, me video mesazhet, me ato rolet që merr njerëz si bukpjekës, njerëz si pastiçer, njerëz si taksist,
Njërë si Fatorino Autobuzi. Cili është lajmi, jo, Flokert, një sekundë se s'kemi kohë se largon. Unë tani do lëm Marsitin të lidhë dhe falenderoj. Falenderoj dhe ndjem nga goran time këtu dhe jam... Falenderit, ndërkohë që para se t'ikim Marsiti, unë duhet kujtoj për njerëzit që na shohin tani. Ky sondash ka mbaruar, është bërë gjatë javës së fundit, kështu që ju nuk mund të votoni tani, sepse ju ngatroheni. Këto janë rezultatet e votës që ju keni dhënë. Janë 6.600 veta që kanë votuar. 800 deri tash. 6.800. Po vazhdojnë të shkojnë. Vazhdojnë akoma ndërkohë. Po vazhdojnë? Vazhdojnë akoma ndërkohë. Po ne ndërkohë s'kemi të update. Jo. S'kemi të updateuar. Kur këto që tregojnë tani kur janë mbyllur fatikisht? Diën darke. Janë mbyllur diën darke. Okej, dakor. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Pra, ky sondazh do vazhdojë se ne të prendën tjetër do vazhdojmë me këtë sondazh me të njëjtat pyetje, nuk do të ndryshojmë pyetjet, që ju mos ngatroheni. Ne vetëm do krahasojmë tabelat. Kemi 3 pyetje. Tani ne do ikim bëjmë një pauzë. Para se bëjmë pauzën, Ledio, do të bëjmë një xhiro, pastaj do rikthehemi me Kullën prap, me Flogertin dhe me Gjergjin. Ndërkohë pritet të vi sa të iki Marsiti, pritet të vi Sebastian Zonja, gazetar plus politolog dhe një nga gazetarët më interesant që kemi njohur kohët e fundit, ju atë mund ta shikoni në MCN, pothuajse çdo ditë, përveç se ai i jep lajmet atje, ka dhe tëftuar shumë interesant, ndiqeni MCN TV-n dhe Sebastian Zonjën në veçantë se do kënaqeni shumë. Shikoni. Berisha, ma zidhe një Ledio të lexojmë tani, sepse tani vjen një publik tjetër, është ora 10, ka kaluar. Mbaçi muzikën së fond Ledio kur frasun, se më pëlqen shumë, po pak. E drama 24% pra si shtash, Sali Berisha 31.6%, Arrin Qori 7%, Adriatik Lapa 6.8%, mos harro Ledio Arrin Qorin, t'ja heqësh një rëng nga mbi emri, sepse është gabim që e bën shumë veta, përfshi dhe këtë emision, unë e kam korrigjuar për vete, por kësa radhe nuk e pash dot e grafikat. Është me një rë të lutem. Adriatik Lapa 6.8%, pra hahet Lapa me Qori mes të duket. Dashamir Shej 4% dhe Dashamir Shej. Dashamir Shej dhe 4%, kush bëhet kryeministër. Agron Shej 3.5%, Lul Basha 2.5%, Tom Doshi 1%, Edmund Stojku 0.3%, Elena Kocaki 0.2% dhe Kreshik Osmani 0.1%. Këto janë shifrat e sondazhit që kanë mbaruar tashmë për këtë javë, për këtë të premte që jemi ne për tani. Dhe ne po i komentojmë në studio me Kullën, Flogertin dhe me Sebastian Zonjë që erdhi në këto momente. Gjergj, ja i sekund, për ta rifreskuar Gjergj vetëm në 1 minutë, na thuaj të lutem dhe një herë për ata që vinë tani që s'kan dëgjuar, po shkurt çfarë, jo siç e them fillim. Lidhur me këtë pyetje, si është bërë, si ka qenë metodologjia, pra që këta kanë votuar kryeministrin këtë javë? Po, përveç faktit që ne sqaruam që kjo gjë bëhet online etj. Ato i tham ato po. Fillimisht bëhet pyetja a do të votoni në zgjedhje apo jo, dhe pasi morëm që 68% e njerëzve do të votojnë në zgjedhje, u ofruam në mënyrë direkte këtë pyetje tjetër. Pra evituam emrin asnjërin nga lista, duke qenë se 11% dhe 21% jo dhe nuk e di, janë praktikisht asnjërin. Siç e tham, shqiptarët në përgjithësi kur shkojnë tek fleta e votimit nuk abstenojnë, votojnë. Pra abstenimi nuk na nxirrte as sekundi, po do na ngataronte në këtë. Na ngataronte më shumë po. Njerëzit pastaj filluan, njerëz vovuam 11 personazhe, janë 11 kryetarët e partive. Prandaj për shembull nuk është Ilir Meta, pra ata që mund të kenë dyshime. Ose Ilir Meta është lista hapur në Tiranë. Në Tiranë, pra nuk mund të bëhet kryeministër. Po, vetëm po e vuri Berisha nëse fiton zgjedhjet. Ajo është gjë tjetër. Ajo është gjë tjetër. Ne s'mund ta llogarisim tani. Ne s'mund ta llogarisim. 11 fotografi. Ne llogarisim kryetarët e partive, kryetarët e koalicioneve, po. 11 parti, 11 foto. Bëm një krahasim jo shumë të bukur për të goditur me 11 kukulla, dhe u vum atyre bie fjala 6.800 apo 1.000 veta përballë, dhe ata zgjollën kukullin që mendojnë që do t'i drejtojë vendin. Ti thua kukulla, unë mund të thoshe për shumë 11, po themi apo është e rëndë. Po qenë se kemi kukullat përballë, sa shumë manekinët. Jo, do të thoshe diçka tjetër. Se më kujtohet për shembull, pasur kemi qenë të rinj. Na ndon nga ndonjëherë kur ishim të rinj, që pasur ishte hetur për seks. 11 femra. Seksi vazhdon gjithmonë. Vetë për shembull diku që dalin 11 femra. Dhe duhet zgjedhësh. Kë zgjedh zotëri? Dhe mbi ç'kritere zgjedh? Ja ta marrim kështu kaq thjesht. Tani në politikë zgjedhet ndryshe. Po e bëra thjesht si pyetje, ishte retorike. Urdhë zoti. Zoti Musha, kishte një për këtë 11 femrave? Po, për 11 femrat kam një koment.
Kur shkon të 11... Ishte batut kjo, se ndoshta ju e merrni kështu, pa ishte batut. Kur shkojmë për të votuar... Meshkujt e bëjnë këtë gjë. Kur bëjmë projekcionin e zgjedhjeve, ose këto zgjidhje kandidat, ose këto kryeministër, ose këto zgjidhje për të votuar si subjekt, Po lutem, mund mos shkon, a jemi te kush bëhet kryeminist, ama se gatojmë binjan. Jo, i morë të gjitha kategoritë bashkë. Po pra kryeministër, po pra kush do bëhet kryeminist? Nuk të në vlogger. Nesër, po pra po, dakord, nesër, nuk do shkoj, do më kur bën zgjedhjet, nuk e dia do votoj. Nuk ka të dyzuar, ka o voton o s'voton. Ka dhe nga ata që janë dyzuar, mos ekzagjerojmë tani. Ai, jo. Ka dhe, nuk më kuptove. Patjetër, është dhe abstenimi, e thamë tani. Pra, ki parasysh, është abstenimi, siç e tha dhe Gjergji, është i papërfillshëm. Është si ai zotria në fund atje. Dhe këto shifra ne i kemi për 68%. Jam i saktë. E drejt. Nuk i kemi për 100%. Projekcioni, po sepse kur shkohet dhe votohet, kur shkohet të rezultati, kur shkohet të rezultati final që del rezultati në fund, aty ne kemi 100% atyre që kanë votuar. Po, jo, sot kemi 100% që në 68%. Po pra, eksakt pra, po e ke të 68%. Problemi është që ke 21% të cilët nuk e dina do votojnë, janë të pavendosur. Po, tani, ky 21% mund ta çoj. Po mirë, ne nuk e dim. Po nuk shkon, është në matematikë. Pjesën e parë do nuk po floger. Në çdo vend të botës. Po edhe ti edhe ti, do kalojmë te tjetra se do marrim. Jo, fal, kjo ngushton diferencën më çan. Midis kujt? Midis të parit dhe të dytit. Po më ore, ç'na duhet ne sot për sot kemi këtë fotografi më burr. Tani a mund të themi çfarë mund të ndodh pas shifrave? Jo, se kemi sot ditë të premte, diçka tjetër shkurt fare. Ti thua... Shikjen mua këtu në sy më shikë. E di pse s'bën do projektim ne, malla. Sepse duke qenë se kemi njeriu që ka bërë sondazhin, sonketën, që është kompani serioze. Ne nuk mund të projektohemi dot tani në të ardhmen, që u vdes projektojmë të ardhmen, vdes, nuk ti e di që nuk ridot. Vetëm atje e kam qenë. Por, në këtë kontekst, këtë rast, apo jo kulla, ne nuk mund të projektohemi, ne do realizojmë këtë të sotmin. Dakor. Kështu të lutem shumë, Floger, lere këtë muhabet. E kuptova, e lash këtë muhabet. Tani, pse del 4% dashej? Për shumë. Tam tani ato. E theti më burr, ti i morën ai prapë profesion ku ja parë. Jo, problemi është këtu që njerëzit po të re pra, njerëzit mund të thonë që unë do doja të kisha kryeministër Dashin, po në finale, duke patur shumë pak gjas e di dhe vetë votuesi që Dashit bëhet kryeministër, nesër shkonte doktori. Po prandaj themi kemi nesër pra, se kemi javës tjetër prapë. Po i kemi mandatet. Ky dyshimi që ka Floger. Hynit e mandatet prapë më. Hynit e mandatet. Po si janë Dakor, e lash. E lash, Floger, të shqiptar që këtu Rama Berisha, dim ne më bet. Po shumë si kamo, ne prapë do jemi korrekt. Jo, Floger, problemi është shumë të bëjmë leximin e mandateve. Ti dëshiron të thotë vota popullore dhe mandatet janë të ndryshme. Dihet kjo. Po kjo dihet, më vota popullore dhe mandatet janë të ndryshme. Pse i bie kaq shumë kësaj? Ore zotri, ne nuk jemi këtu. A do kalojmë aty? Po do kalojmë, pra, po të lutem ç'ke që nxiton vlla. Jo, dakor, thash, dakor. Po jo pas se bien përsëritje pastaj ve. Okej, lash. Tani u kulla, para se ja fjalën Sebastianit që sapo ka ardhur vlla. Jepja Sebastianit se ikën 20 minuta. Jo, do të pyes vetëm për një gjë vlla. Ti bëre koment deri tani, kur unë të thash pse Derama me gjithë këto që i kanë ndodhur, njerëz në burg andaj këtej, pse del edhe pse ka rënje 5 pikë pak a shumë, 4 pikë. Po 4-5 pikë nuk ka rëndësi, pra deli pa. Ti më the një argument që qëndron. Ka leadershipin. Ka leadership. Tani, ka mundësi të kalosh pak tek emrat e tjera atje se më intereson opinioni jot për shembull. Si Arlin Qori, kot po them. Arlin Qori. Si duket Arlin Qori që ka vajt 7? Arlin Qori është ylli në rritje, por nuk mjafton. Tjetër gjë ajo, më komento si ka dalë 7 se në çdo sondazh. Ka dalë 7 sepse në sondazhet e tjera që bëhen lart e poshtë, vlla. Por edhe parë Arlin Qori ka lart tek sondazhi jon. Ka dalë 7 sepse Arlin Qori përfaqëson atë vot proteste dhe është në rritje dhe është normale. Po është lajm për ty apo jo? Po është lajm, po prap për Qori në raport me Qori po them. Po prap unë dyshoj se nëse ky shtatshi do jap mandatet, se duhet të lexojmë pas. Leni mandatet. Po. Tani po themi kë do doje të kishe, kulla, e shikon pyetjen. Ore kush bëhet kryeministër, më e ke pyetje lart. Po ta thash. Cili vot? Jo pra, si ka mundsi del Qori, më mëri pak këtu te Qori. Është sepse Qori është ai që shkon dhe administron votën e tyre, të cilët janë nxjerrur me Diramën, ato 4-5 pikë që nuk shkojnë më te Dirama. Kjo është analiza i duhur. Të Qori, po, normale. Pra, se thua si kundër këta që nuk shkojnë këte Berisha, janë ndarë të gjithë këta kandidatë. Bravo, tani e prisi këtë Qori ti për shembull sot që dilte kështu. Shumë se do dilte 7 atje. Unë presi Qori do shkojë të marrin mbetjet e votave që të majta, të cilët nuk shkojnë te.
lajmi i për qorin, apo jo? Ky është lajmi i për qorin. Po, fatikisht. Në makro. Edhe bravo, Kullar, ne nuk do projektojmë çdo modi. Po ka një problem. Cili është? Problemi është që në nivel kombëtar, kësaj radhe, me këtë lloj ndarje që ka, rrezikojnë të diqen 200.000 vota për prodhuar mandat. Do vim dhe mandatet pra, sepse nxitoni ka shumë, do ri pa të Po nxitojmë, këtë po të them që po, është tani mirë. Do vim. Por paradoksalisht, nëse vazhdon me këtë, që Qoria heq Ramës dhe këta heqin të djathtës të tjerë. Pavarësisht se Rama ka rënë me 4 pikë, rrezikon të marrë më shumë mandate se zgjedhjet që shkojnë. Për shkak sistemit që kemi. Tjetër që do vemi të mandatet. Do vim, po. Jemi të kukullat, jemi të kukullat, 11 kukullat. Po. Bravo. Po. Kukullën, një nga kukullat, të bëri përshtypjen që ka dalë janë kokë në kokë. Qori dhe Lapaj. 6.8, Lapaj 7 qorë. Po diku 7-2 jam pak a shumë aty. Se këta të tjerët, okej, këta të tjerët nuk është se kanë ndonjë risi të madhe, e kupton? Po. Edhe Shehaj ka një lloj surprize. E ke Shehaj, Po, Grori. se në qoftë Se më Shehaj në sondazhet tjera ka dalë më lart. Jo, nuk më kupton. Në qoftë se Qori dhe Lapaj 3.5, më fal, në qoftë se Qori dhe Lapaj kanë një lloj jetëgjatësie të konsiderueshme si lidera, Po, Shehaj është mirë. Shehaj është Ka dy mandate deputet parlamentit, po si lider, po them ose deputet shumë ne po. Ai ka marrë 2 mandate, ai ka marrë 2 mandate dhe ai mund të prodhoj kësaj radhe më shumë se 1 mandat, pikërisht për shkak të eksperiencës. Sa përqind votave ka pas fushatave. Meloni në zgjedhjet e para? A do para se tash Meloni është Para sa kohësh? Jo, ka qenë 2% Para sa kohë? Kur nisi luftën, kur nisi betejë. Para 12 vjetësh, nisi me 12 vjetësh 2%. Para 12 o 13 Kemi dhe Kurtin ne nuk. Po tash kjo është gjë tjetër, ne kemi sistem tjetër zgjedhor. Sebastian, ky është momenti jot tani. Pra, Sebastian, të lutem që të jesh ti sa më i përmbledhur me që mbritet tani. Deri tani 2 grafika kemi, do të tregoj Ledio. Grafikën sa votojnë, besoj ndoqja apo jo? 68% ta ka dalë atje. Ledio nxirë pak. 21% janë të PD dhe 11% duket ishin 68 të atyre që janë. Ja, shiko Sebastian Jo këto. të gjithë të regjistruarve, të atyre që Kjo është a do votoni në zgjedhje. 60% po, 21% nuk e di, 11% jo. Ky është rezultat i kësaj jave që sapo kaluam, nuk është rezultati 11 maj. Kujdes. Se ne do vazhdojmë sonket AZL, do vazhdoj sondazhet me 4 të premte të tjera. Ne jemi ndër popujt që votojmë më së shumti në Evropë. Pra ne votojmë mbi 70% gjithmonë. Në zgjedhjet vendore ne votojmë mbi 80%. Bukur. Në shumicën e vendeve të tjera. Për shkak se zgjedhjet vendore janë lidhur drejt për drejt me interesat e njerëzve, normal. Dhe ne, pavarësisht se ne në gjendje civile kemi 3.2 deri në 3.4, duke qenë brenda 1.6 milion votues. Si gjendje civile 3.2, po censusi që dori tani apo nuk ka lidhje? Në tjetër gjë, në gjendje civile janë regjistruar ata që janë jashtë, po ke drejt, po që jeton jashtë. Pra në këtë kuptim ne votojmë, jemi ndër popullsitë që votojmë më së shumti në Evropë. Pra, fibrat ose antenat e ngritura sa i përket politikës ne i kemi. Kultura politike dhe kultura financiare pastaj, për të parë programet dhe për të parë se për çfarë votohet dhe si votohet, pastaj kjo është gjë tjetër. To hiqi se nuk na vlen fare vëlla. Pra, le të marrim pak cilin do votoni sot si kryeministër. Pra Jo, jemi tek kjo një. Mbaron një. A ke koment për këtë? Jo, për mua. Deri sot, jemi 1 muaj fiks para zgjedhjeve. Këto shifra si i lexon vëlla? Për ty rrin, pra ka një logjik? Po sigurisht që qëndrojnë. Do të shtohet dhe numri atyre që votojnë, do të shkojnë në kuota siç ka shkuar gjithmonë 72-73. Kush lëviz tu? Lëviz më shumë e kuqja apo e zeza? Pra lëviz Gria. Ajo 11% do mbetet kaq. Gria lëviz. 11% që sa vjen dhe shtohet sepse shkon në trendin. Gria do ulet. Rritet. Do rritet 11%. Gria do bëhet 5% dhe 26. Çdo palë zgjedhje, çdo palë zgjedhje ne shkojmë në trendin evropian. Evropianët sa vinë dhe votojnë më pak. Po të shohë shumë vende diskutojnë për ta bërë votën e detyrim, sepse njerëzit janë shumë më shumë të pa angazhuar për të shkuar në votime. Kësaj edhe në Shqipëri në 10 apo 15 ditët e ardhshme, kuqja e njerëzve që janë të pa angazhuar politikisht për të shkuar në votime, sa do të vijë dhe do të rritet. Sot që flasim për shembull, duke qenë se kemi një administratë të madhe, e cila do duhet ishte 70 deri në 80.000, po ne kemi 200 deri në 210.000, kemi lidhje të drejt për drejt me personat që qeverisin, që janë opozita apo në qeverisje, sepse ne mendojmë ky kur vjen në pushtet. Sepse shteti tek ne është punëdhënësi më i madh, shumë e thjeshtë. Është punëdhënësi më i madh, jep të gjitha tenderat. Në këtë kuptim, shifra e 68%-shit shkon në kuotat 70-75 maksimumi, 11-a shtohet mund të shkojë 13-14, 21-shi do të bjerë gjithmonë sepse merren gjithmonë 3-4 deri në 5%. Derisa shkoj 0.
ku synojnë të shkojnë gjithë. E gjithë zona gri, po të shohim me kujdes, synohet nga subjektet e reja politike. Zona gri ka të majtë të djatë pak natër. Ky është problemi. Subjektet e reja nuk du të synojnë zonën gri, du të synojnë ato që kanë partitë të mëdha. Dakor. Nuk rritën. Ajo që ne kuptojmë nga të gjitha studimet politike, e gjithë vota, në të gjitha vendet e botës... Ka qenë kandidat për deputet, ë? Para sa viti shkulla? Kam qenë para 20 vjetësh kandidat për deputet. Kam drejtuar një fushat, kam qenë kryetari Komisionit Lokal të Zgjedhor të Partisë Socialiste në zgjedhjet e pjesme në Shijak në 2007 dhe kam drejtuar, kam bërë dhe fushat tjera për parti tjera në zgjedhje, kështu që se si është organizuar një fushat e di mirë. Edhe se si e kam edhe në organizimin zyrtar, edhe si kandidat për deputet. Dhe ti je i bindur që këta partitë e tjera, thua ti, të vogla, të reja, duhet godasnin synojnë jeshilën, thua ti. Po së është e vetë mja formë që ata të marrin diku që ta kthejnë mandatin. Se këta të 21% që nuk di, thua ti, janë të pa identifikueshëm apo si? Po jo, më nuk e prodhojnë dot mandatin. Ta shpjegoj shumë qartë. Më falë, ne ta thash, ne kemi 6 qarqe çift, 6 qarqe tek. Këto të voglat, në qarqe tek duhet shkojnë marrin atë tekun, të cilin deputetin e madh ti e merr me sa e ka llogaritur Gjergji këtu, 13 deri në 14 Ja, do vëmë atje po. Pra duhet shkosh 14-15.000 vota. Që nxjerrësh një deputet. Mos ikëm te mandatet. Milet jo, kalon te mandatet tani, po doja të marrën te Sebastiani Greqin. Jo, për bashkëbisedim me Sebastianin. Pra dua me metodologjinë do ta ndaj. Pra të thash, rrezikohet që për shkak të asaj të gris, pra sikur partitë e vogla ti marrin votat gri, rrezikohet që gjithë votat gri të digjet, sepse nuk prodhon deputet për shkak sistemit. Jam i qartë. Dhe mënyra se si duhet ta prodhoj, votohet për digjet. Mënyra se si duhet ta prodhoj deputetin. Nuk është duke synuar votën gri dhe duke u qa me njëri tjetër me thika për votën gri. Po duke u futur të vota jeshile, se aty është votat e dy partive të mëdha. Unë mendoj, Kulla e di më mirë, por unë do të thëja një gjë tjetër. Ne dim një gjë që votuesi është... Prit, Sebastian, se nuk të lë të ikësh. Jemi të kush bëhet kryeminist, jemi të kjo tani një herë. Po pra, të do komentoja. Të kalojmë të kush bëhet kryeminist, nxjerrë le dio tabelën. Sebastian, të lutem pa hyrje dalje, të jemi sa më konkret, valla, se kam vetëm. Po i marr gjithë emrat me radhë. Bravo. Okej, sipas teje cili është lajmi? Sali Berisha, cili është lajmi? Jo mos e lexo se e lexuam ne dhe njerëz që kanë në ekran. Cili është lajmi sipas teje këtu te kjo? Te ky rezultat. Në këtë rezultat lajmi është ky, Edi Rama, pavarësisht se ka arrestime në SPAK, konsekuenca që ai ka në përcjelljen e mesazhit, pra ai dita përcjell mesazhin, angazhon audienca të ndryshme dhe formson opinionin publik me diskurin që ai bën dhe me subjektin politik që ka. Edi Rama ruan të njëjtat kuota, bie 1, 2 apo 3% maksimumi dhe mund të rritet 1%, pra ka këtë lloj lëvizje. Ky është trend, variabël e cila është krejt normale. Ajo që shohim te Berisha, e shohim në pozicion mbrojtës. Në pozicion mbrojtës do të thot pak a shumë. Berisha po luan gjithë kohës në kuptimin që të mbajtë gjithë militantët të bashkuar, duke thënë që ose kemi Amerikanët, ose ne kemi Sorosin. Mbritje e La Civita sot. Pra, janë të gjitha këto. Dhe po të shohësh edhe mënyrën se si u çel fushata në një lloj mënyre, duke sikur do kandidonin La Civitan. Mbaroi ky mitingu, mbaroi kjo fushata, çeli e fushatës mbaroi, ka mbaruar këtë moment, ka mbaruar. Pra, duke sikur do kandidonin La Civitan, jo sikur do kandidonin Berisha. Pra, ky është gabim në përcjellje e mesazhi. Në komunikimin publik, e thash edhe një herë, qytetarët i kanë të ngritura antenat. Është po njëti qytetar i cili në mëngjes del për vrap, është ai që në drek dëgjon Mozartin, është ai që në darkë bën muhabete banale edhe për të shlodhur trurin sepse është ngarkuar gjithë ditën. Pra qytetari ka një gamë të gjerë ngjyrash në kokën e tij dhe të bisedave që bën për gjatë gjithë ditës. Në këtë aspekt duket sikur ka kjo mbrojtja që kërkon të bëjë Berisha për të ruajtur grigjen e tij, e mban tek militantët dhe tek simpatizantët e Partisë Demokratike, por nuk e çon më të gjerë. Kemi Arlind Qorin, ajo që kuptojmë, po të bëjmë një dallim për shembull midis Qorit dhe Zotit Lapaj. Pra po i vejmë të dy ballë për ballë njëri tjetrit, 6.8 me 7%. Çfarë ka ndodhur? Ndodh sipas mendimit tim. Kemi dy forma të ndryshme fushate që bëhen. Kemi Zotin Qori i cili punon në nivel qeverisor, kemi dhe Zotin Lapaj i cili punon në një koncept fryme, po e themi, ku fryma e përgjithshme shpërndahet në nivel territorial në gjithë territorin. 7% që del Zoti Qori, po shohim që ka më shumë sukses puna në nivel qelizor, se sa ajo që thot Zoti Lapaj që unë do punoj në nivel maksimal kombëtar. Në këtë aspekt,
Të dyja format në vetë vete japin rezultate, por nuk bën dot njëra pa tjetrën. Shojmë dhe një gjë tjetër. Zoti Qori, për shembull, është i pozicionuar ideologjikisht. Lapaj është i pa pozicionuar ideologjikisht, është centrist, po themi, është i djathtë dhe i majt në njëjtën kohë, pra kërkon të kapi nga të gjitha anët. Ajo që ne kuptojmë është kjo. Pozicionimi i Zotit Qori e ngre dhe e çon në një farë grade. Por kur ti e bën të ditur me një herë ofertën tënde, duhet kuptojmë një gjë, ti nuk rrit dot marzhin tënd, sepse ka një rregull në politologji. Centristët marrin gjithmonë më shumë vota. Që do të thotë, dy ekstremet i mbajnë partitë e mëdha, këto vejnë kandidat cilët janë konspiracionistë, ekstremistë e tjerë dhe i mbledhin ekstremet gjithmonë. Centrizmi funksionon gjithmonë më shumë, është si puna në një plazh, po e them në këtë lloj forme. Sepse me këtë gjë që sapo the, unë lexoj një gjë shumë të thjeshtë, që këta duke ndarë këto 7% që bashkë me njëri tjetër, do prodhojnë asgjë duke djegur votat e njëri tjetrit dhe ato mandatet o do t'i shkojnë dy partive të mëdha ose do t'i marrë Tom Doshi. Ky është momenti Ledio. Alo direkt pa tranzicion te pyetja tjetër te mandatet. Siç ndodhi në 2017, në 2021